ta thonë nuk ka faj. Nuk kanë përgjegjësi. Ose është parashkruar si vepër penale. Por të na e thonë, sepse kur thot me Gonigali para një gjykate në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe heshtet në Shqipëri, ndërkohë ti ke çështje të tëra që hapen vetëm me mesazhe, atëherë më fal, po çfarë jemi duke bërë? Spaku nuk është ngritur për tetuar kryetarin e bashkisë Bajram Currit, Rezbi Berin atje, apo Franin e Fusharzit. Është bërë për tetuar kryeministrin dhe për tetuar pushtetin i cili është i çimentuar aty sipër dhe ka detyruar popullin dalë në rrugë. Anton, më nis një ekspert. Këtë gjë më nis nga Washingtoni dhe Masero, shqiptar që ka vite këtu dhe ka punuar. Më thotë, shiko, thotë, Kongresi ka dhënë sekretarit të shtetit vetëm një mënyrë për të nxjerrë dikë nga lista e sanksioneve të ligjit 7301. Dhe kjo mënyrë e vetme është përjashtimi. Sekretari i shtetit mund të aplikojë përjashtimin vetëm në dy raste. 1, kur është interes i Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe 2, kur rrethanat kanë ndryshuar. Sekretari i shtetit në rastin konkret e ka shfrytzuar këtë të drejtë, pra të vetmen të drejtë që i jep ligji përjashtimin nga sanksione, që është në raste shumë të rralla. Dhe në rastin konkret, ai ka ushtruar këtë të drejtë si të vetëm formë për të hequr nga sanksionet Sali Berishën familjarisht. Përfshirja e gjithë familjes në përjashtim tregon qartë se nuk kemi të bëjmë me një përjashtim humanitar, siç mundohen ta paraqesin me Ramës, por kemi të bëjmë me një përjashtim politik. Për sekretarin e shtetit, sanksionimi i familjes së Sali Berishës i pa drejtë është interes madhor i SBA-s. Sapo ta lexova deklaratën, s'ka lidhje fare me çështje humanitare aty. Nëse do bëjmë një rewind tani, patjetër. Do të kthehemi të anullojmë gjithçka ka ndodhur në këto 5 vjet politikë shqiptare. Të anullojmë sepse ndodhen në kushte të pabarabarta dhe në kushte të një ndërhyrje amerikane brutale dhe të pakuptimta, të cilën shumë pak njerëz në Shqipëri guxuan të thoshin. I pari është Sali Berisha vet, dhe një pjesë e vogël e Partisë Demokratike i tani dominon, sepse njerëzit e kuptuan se çfarë ishte, dhe një pjesë e gazetarëve dhe mediave të cilët nuk pranuan, e panë si një ndërhyrje të pastër të Ramës me një aleancë hibride, fluide të tij brenda departamentit të shtetit, për të dobësuar dhe për shkatruar opozitën shqiptare. Në rastin me Gonigali që analizoi tani tregon pikërisht se kishin drejt të gjithë ata që e menduan këtë, dhe ajo që ndodhi sot konfirmoi që kishin drejt të gjithë ata që besuan dhe të gjithë ata që nuk e pranuan se e ka thënë Amerika. Që nuk e pranuan një gjithë pa drejt se e ka thënë aleati më i madh. Se ata mund gabojnë dhe kur ata gabojnë, gjëja më e mirë është që të dalësh përballë dhe të thuash po gaboni. Sepse kjo është ndihmë për vendin tënd, por është ndihmë edhe për ata siç po duket sot. Sot Shtetet Bashkuara të Amerikës me Rubion, i cili ju i përmendët dy degrada të rëndësishme të Rubios. E para që kur ishte senator që tha që po përdoren sanksionet për interesa politike të një administrate, dhe e dyta që ka thënë si senator që interesat tona në Shqipëri janë dëmtuar nga këto. Marrëdhëniet tona, mënyra se si shqiptarët shikojnë në Amerikën pas non-gratës së Berishës, ishte mënyra më mos besuese që ka pas SBA në Shqipëri, të paktën që kanë dhjetë. Ishte gjyqtari që vendose që ne besonin verbërisht në kushtet e një konflikti politik. Kur ne s'donin të besonin asnjërin nga palët, shikoni çfarë thoshte SBA-ja, degrade ambasadës së SBA-s, ajo na orientonte se kush kishte drejtë ose çfarë duhej bërë. Dhe ajo që ndodhi në 19 maj 2021 ishte pikërisht shkatrimi i kësaj. I rolit të arbitrit, i rolit të shtetit që orienton, i modelit demokratik që të tregon se demokracia e Berisht po është duke ngecur këtu, atëherë ndiq këtë rrugë siç po bëjmë ne, siç po kërkojmë ne, siç po themi ne. Pra nuk është vetëm roli i një shtetit madh që ndihmon shtetin e vogël, pra ishte një lloj orientimi demokratik që shqiptarët e kishin dhe politika shqiptare e kishte ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që po të bësh të rewind sot që them, ne do të anullojmë zgjedhjet e 11 majit, zgjedhjet e 2023 lokalet,
Duhet të anullojmë gjyqin e Sali Berishës, i cili u ndërtua. Zgjedhjet 2019 që bën pa fare pa. 2019 është pas asaj, po flas dhe këto. Jo, është para 2019, po ishte në aktivitet. Po flasim nga nga dhe këtej. Ne duhet të anullojmë të gjitha shkatrimet që janë bërë opozitës, të gjitha sulmet që janë bërë opozitës sot. Edhe përçarja e PD-s duhet anulluar. A anullojmë dot? Jo. Dëmi është shumë i madh. Edi Rama sot ka 83 mandate, 86 praktikisht. Falë pikërisht kësaj. Këtij aksioni që u kulmoi në 19 maj 2021. Ky dëm që mund të bëjë një grup, një sekt brenda departamentit të shtetit, është një dëm që zgjat sepse ka bërë një fuqi shumë e madhe, e cila nuk mund të dëmet të saj, sigurisht janë mëdha. Dhe keni parasysh që vendimi, firma, sekretariat Rovio, për përjashtimin e Sali Berishës nga sanksioni, është marrë pasi Sali Berisha ka bërë thirrje për t'u bashku protestës. Për pas ju ka bërë thirrje gjithë demokratëve që të jenë në shesh. Edhe po flasim për një shtet që ka sy dhe vesh kudo. Pra ata janë të informuar për qëndrimin e tij. Ka sepse gjithë mediat amerikane janë këtu sot. Kështu që kjo nuk diskutohet. Pra, gjitha kjo shpjegon dhe atës që ndodhi sot në parlament, që pavarësisht se nuk e duar trokitën deputetët e PD-s kryesisht ata që kanë kohë në parlament, e shoqëruar me një ndjenjë lehtësimi. Sepse sot ne jemi të gjithë lehtësuar. Dhe në fakt për qenë korrekt mbani edhe kokën poshtë. E dua pak videon kur Sali Berisha futet në parlament sot. E kemi vetëm atë? Sot është ditë lehtësimi për gjithë, sepse ne sot kemi kuptuar që ditë lehtësimi dhe ditë turpi për ta. Sigurisht. Se cili prej tyre edhe Zeqenesi i ka rënë hisë ta përmend në gratë. Jo, një pjesë e tyre, do të vjen fjalën tonë, një pjesë e tyre janë kënaqur sot. Sepse din që kjo do të faturohet kryeministrit. Dhe sa më shumë, se ai ishte bërë kaq arrogant, sa s'kishte nevojë, shefi s'kishte nevojë për ta. Vetëm duke u dobësuar ai do ketë nevojë të thërrejë krah. Sa ata janë jashtuar. Është goditje për pak me audio. Me audio, e dua me audio. Kthej nga fillimi. Edhe njëre nga fillimi me audio. Shikojnë si u si shef. Shikojnë si u si shef. Ta tjep ma i korën po. Se sot kemi një breaking news që besoj dhe jemi për procedurë. Por, të shikosh fytyrën e Niko Peleshit. Unë erdha. Pasi fletë Berisha, të regon gjithë. U krye. Një pjesë për qështë. Një pjesë e socializme në qështë. Mos e të janë të vjetë. Por edhe Peleshi e lejojt të kiste. Se duhet të parë kjo. Do në lejojt pa procedurë, pa asgjë. Dhe e dinte për çfarë po vinte infortore dhe lejojt. Dhe nëzinte. Për të qenë korrekt nëzinte. Nëzinte. Atë e kështë marrë vesh lajmin e lajmin nuk e ndryshon e dot. Por e lejoj, sepse sigurisht mos e lejo po deshe. Jo, rështaj. I tregoj ullësiu Niko Peleshit para 2 seansa, sa vështirë është bosh betejë me Sali Berishën. Nuk mundoj që të vinë një çizme e papritur në politik e belobuar nga kushdo qoftë, që edhe nga Edi Rama, që edhe nga kryetari i tyre. Sepse kjo çizme me Gonigali që solli Rama këtu, shkaktoi dëme të mëdha dhe financiare. S'ka ndodhur herë, është e pa imagjinueshme sot. Se sot është prova se kush është pasojë e gjithë asaj që bën. Me këtë kërcënim, me sa largohen nga politika se shpallin në gratë. Do të thënë jemi deri në orën 22 sepse pastaj do kalojmë këtë transmetimi i marshimit të protestës live, nuk duam t'i marrim shumë kohë. Ky është lajmi i ditës sot, heqja, përjashtimi nga sanksioni i familjes së Sali Berishës, kundrejt gjitha basave se kjo s'ka ndodhur do ndodhte kurrë. Andrej Bala. Antony Blinken non grata nga presidenti Trump në çdo institucion amerikan. Yuri King e përjashtuar nga sistemi diplomatik amerikan, sot CEO e 2 anijeve që s'nizën kurrë në Vlorë. Lulzim Basha i pa punë. Mbledhësh prita mbaroj, mbledhësh fondosh. Erion Veliaj që njofton të gjithë qef dhe ishte aty rastësisht